S'ka a votojnë veç Lumirin si president. Jo me shtit LDK në qeverisje. S'ka logjik pa qeverisje. Aja të u përfol që ata... Qa logike ka këtu me votu Lumirin parë, zotë, që s'pe kuptoj. Pa marrë do një ministri, pa i shëveri. Nuk e besoj që pranon zoti Kurti ashtu. Në ministri nuk besoj që pranon. Do të ti bjen prej loja, Pa i ta son loj. A është po mirë, pra vetëm pret njerë, Halil, se e kemi zotin Çollaku i cili nga afër për ndjeki zhvillime. A është kjo ide opcionale, si pas teje? Abdi Gjiku, ose dikush nga LDK, Lutfia Aziri dhe Kujtim Shala. Nëse Albin Kurti e sheh interes për veten e tij fillimisht, edhe nuk e sheh çat rrezikun që Trumpi e thirr një ditë, ka ndan ta bën Albin Kurti. Kupton një njerëz që Albin Kurti është nuk i sheh, apo kupton pishti pozicionin që te poshtë Albin Kurti këta si sheh. Të përfshi këtë presidentën më të mirë në histori të njerëzimit, Vjosa Osmanin, nuk i sheh për kuptonin që ca. Apo kupton se ta po thoj me mirë, po na vendosim, është e mirë, okay, rregull. Kuptonin një send. Albin Kurti këta nuk i sheh hiç të parancishëm janë. Po nuk i sheh veç mua. Na tash, ai kërkush nuk është i përjetshëm demokraci. I ki 2 mandate të rishka në shtëpi. Albin Kurti, nëse ka sinjal që ka një marrëveshje të pranueshme edhe del shumë mirë për asaj marrëveshje, edhe din që Trumpi nuk e bën ai befasi kështu të keqe, sot Albin Kurti ka ndani thotë LDK-s çete. 5 parë si jep. Edhe Vjosa Osman, o njerëz, Albin Kurti nuk ka inate, na kemi inate. Po Albin Kurti është lider. Albin Kurti s'ka emocion. Albin Kurti kur ka VV-a kur u do për gjysmë na thashë me ai tranu, çysh pedon partin sa u rrite. Jo. Albin Kurti është politikan, është lider. Fatkeqësisht, sot në Kosovë kemi veç një lider. Që domethënë sot nuk ka baraspesh në skenën politike. Vjosa Osmani është e vërtetë që nëse metet jashtë loje, më rrin deri dikon me balancu. Se përbashkon LDK-n edhe Albin Kurti ndërxon nëse s'kem diasporë në 37. Për një pyetje. Ç'kjo është? Bashkë po më intereson ç'a mendon për pyetjen e këtij që tha për Lumirin. Çka nëse ata janë marrë vesh? Unë jam për mu marrë vesh. Po tham, a është funksionale, a voton PDK-ja? Nëse. Po nëse Çollak se tani se s'kemi shtigje. Nëse shkojmë me nëse, LDK-ja edhe e voton. A votojnë këta dyshja? Ka 2 ministri, deri në 3 u fol kjo punë, po varianti ka qenë Vjosa Osmani. Edhe nëse shkohet në zgjedhje,